Gjitha falenderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, ate e falenderojmë prej Ti udhëzim dhe fale kërkojmë. Të dërguarit e Ti Muhammedit alayhi salatu wassalam, selam dhe përshëndetje qojmë familjarëve, shokëve dhe gjithë besimtarëve, të cilët rrugën e Tij ndjekun deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, kemi thënë dhe e përsërisim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I të dërguarit të Allahut. Gjithashtu gjërat më të këqija janë risit, dhe çdo risi është humbje, dhe çdo humbje çon në zjarr. Allahu azza wa jall Muhammedit të dërguarit të Tij I ka dhënë shumë mirësi. I ka dhënë mirësi të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga mirësitë të cilat Allah ja ka dhënë dhe ja ka dhuru pejgamberit të Tij, është edhe një lum, është edhe një burim, të cilin ja ka dhënë ditë në botën tjetër, e prej cilit do të pi ujë ai dhe ummeti I Tij. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, inna a'tainaka al-kawthar, ne o Muhammed ta dham ty Kauthirin. Ndërsa Muhammedi alayhi salatu wassalam I pyet shokët e Tij dhe I thot, atadruna mal Kauthar, a e dini se çka është Kauthiri? Ata I than Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu edhe I dërguari I Tij e din më së miri. Ai tha, është një lum që ma ka premtuar mua Zoti im në ditën e Kiametit. Në te ka mirësi të shumta, ai është një burim tek I cili do të tubohet ummeti im në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, çdo pejgamber e ka burimin e vet në ditën e Kiametit, ku do të pi ujë ai dhe ummeti I tij. Mirë po burimi I pejgamberit ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam, është më I miri, është më I ëmbël, është më I madhi, është me cilësit më të mira nga gjitha burimet e profetëve tjerë. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, çdo profet e ka burimin e vet, ku ata do të krenohen, secili prej tyre do të ketë vizitor më shumë në te. Ndërsa unë shpresoj që do të kem numrin më të madh të vizitorëve të burimit tim. Dhe kjo nuk ka dyshim ndodh për shkak se ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam është me numrin më të madh të banorëve të xhenetit në xhenet. Do njerëzit me numër më të madh që kanë me hinë xhenet nga ummetet e tjera janë njerëzit e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, që ka thënë dhe ai në hadithin e sakt, thot banorët e xhenetit në xhenet do të jenë 120 safa. Ku 80 prej tyre do të jeni ju, ndërsa 40 prej tyre do të jenë njerëzit tjerë dhe ummetet tjera. Pra 120 safa me numër të shumë të njerëzve në xhenet, 80 prej atyre 120 safave janë nga ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që do thotë se njerëzit me numër më shumë xhenetlive do të jenë nga ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe sigurisht se vizitor të këtij burimi do të ketë më shumë nga burime tjera të ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ky burim I Muhammedit, ky lum I tij alayhi salatu wassalam e ka mallsinë shumë të madhe, është shumë I madh, shumë I gjanë. Dhe ka ardhur në hadithe të sakta, mallësia e tij është sa udhëtimi një muaj. Do mos sa udhëton dikush një muaj ditë, sot munish mas një muaj me kry udhëtimin, çaq është I madh ky lum. Në disa transmetime tjera ka ardhur mallësia e këtij lumi është sa distanca në mes të Adnit edhe Amanit. Dhe Adni ju dini është një qytet në Yemen, Amani është qytet në Jordani. Pra, ky lum është shumë I madh. Dhe sa distanca në mes të Yemenit ose qytetit Yemen dhe qytetit Jordani, sa është distanca në mes të dy qyteteve, është mallësia e lumit Kauthar, të cilën Allahu azza wa jall ja ka dhënë pejgamberit të Tij. Uji I tij është më I bardhë se qumshti. Shija e tij është më ëmbël se mjalta.
ndërsa gotat e tij janë si yjet në qiell. Transmetim tjetër ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ai është më i bardhë se bora, pra uji i këtij lumi është më i bardhë se bora, ndërsa është më i ëmbël se sa mjalti kur përzihet me qumsht. Gotat e këtij lumi janë më të shumta se sa yjet të cilët janë në qiell. Transmetim tjetër ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ky lum është më i bardhë se qumshti, ndërsa shija është më e ëmbël se mjalti. E kur u fal për anët e tij, alayhi salatu wassalam, tha pasha atë që shpirti i Muhamedit është në dorën e tij, anët e këtij lumi janë më të shumta në numër se sa yjet dhe planetet në qiell në një natë të errët të kthjellët. Ato anë dhe ato gota janë prej gotave të xhenetit, ku shpim prej tyne nuk do të ketë etje asnjëherë. Ndërsa kur u pyet për ujin e këtij lumi, alayhi salatu wassalam tha, në këtë lum derdhen dy burime, dy kanale. Njëri burim është i punuar dhe i krijuar nga ari, ndërsa burimi tjetër është i krijuar nga argjendi. Krejt kjo është sa i përket këtij lumi dhe cilësive cilat i posëdon ky lum. Gjithë pejgamberët kanë vizitorë të lumeve të tyne, të cilët Allah u ka dhënë. Edhe vizitorët, edhe nga njerëzit, do të ketë vizitorë të këtij lumit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra do të ketë vizitorë të cilët do ta vizitojnë këtë lum, do të pinë prej tij, mirë po do të ketë vizitorë edhe të cilët do të pengohen që të pinë prej tij. Secili që e viziton, a do të ketë mundësi me pi prej tij? Dhe kjo është krejt qëllimi i kësaj hutbe. Dhe kemi ardhur në pikën kryesore. Dhe pika kryesore është kush pin dhe kush privohet nga pimja. Duhet me ditë se besimtarët, të sinqertit, ata cilët kanë qenë të kapur nga libri Allah dhe suneti pejgamberit e tij, dhe të cilët i kanë zbatuar dhe kanë punuar sipas asaj që gjendet në to, ai është vizitor dhe do të ketë mundësi të pi nga ky burim. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, po ala dy gjana, të cilat ju nuk do të devijoni kur nëse kapni prej tyne. Ato janë fjala e Allahut dhe suneti im. Dhe këto të dyja thot nuk do të ndahen derisa të vinë tek te haudi, tek burimi. Pra besimtarët e sinqert, ata cilët kanë zbatuar Kur'an dhe Sunet, ata do të kenë mundësi me pi prej këtij burimi. Në anën tjetër do të ketë edhe vizitorë të tjerë të cilët do të pengohen, do të privohen nga pimja e ujit të këtij burimi. Dhe ai i cili ka qenë hipokrit në jetën e tij, do të privohet, do të pengohet që të pi nga ky burim. Pra hipokritët pengohen dhe nuk do të kenë mundësi që të pinë nga ky burim. Dhe jo dini edhe na kemi thonë shumë herë që sot kemi shumë hipokrit. Sot kemi shumë dyftyrsha. Sot kemi pak sinqeritet dhe shumë të sinqert. Dhe hipokriti është ai i cili e shfaq islamin dhe e mshif urrëtin që e ka për islamin. Dhe kësi hipokrita ka pasur në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe për ta ka folur dhe Kurani. Dhe sot numri i hipokritëve është shumë më i madh. Dhe kushdo që e ka jetuar jetën e tij si hipokrit, duke na mashtruar neve dhe duke menduar na se janë burra të mirë dhe të sinqert, ata do të privohen nga pimja nga ky lum. Do të privohet përveç hipokritit dhe njerëzit të cilët djemë të risët i quajnë si bidatxhi, njerëz të risive, njerëz të cilët kanë fut gjana të reja në fe, dhe kushdo që fut gjana të reja në fe, ajo prej tij refuzohet, sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithën e Aishës radiallahu anha ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad."
kush do që shtin në këtë fe tonë diçka që ka nas kem dha miratim për te, aja është refuzume. Dhe aje që një shtin gjana të reja në fe, ban gabimet mdhaja. Pse? Sepse feja nuk ka nevoj dikush muqu dhe me shti diçka në ta, për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka kompletu fejnë e ti. Që ka thënë Allah në Koran, el-jome ekmeltu lekum dinekum, sot e kum plëtsu fejnë të uaj. Ka zbrit me ikra bismi rabbike alladhi khalaq, lezëm me emrin e Zotit tënë, dhe ka përfundu me ajetet e fundit që e kem folë për to shumë herë. Prej momentit parë, deri tek momenti i dytë dhe i fundit, çdo gjë që ka zbrit ka qenë fe. Para saj dhe pasaj nuk është fe dhe nuk ka nevojë kërkush me shti diçka të re në këtë fe. Dhe une shumë herë para në fillim të hutbes thamë se fjala më e mirë është fjala e Allahut. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit të tij, ndërsa gjanat më të këqija janë risit në fe. Dhe risit janë shumë të dëmshme për fen dhe për atë që i praktikon. Dhe kushdo që e ka qu jetën si risimtar, apo si person që ka jetu me risi dhe ka praktiku në fen islamit gjana që s'ka qenë prej saj, atëherë kjo do të privohet që dhe nuk do të ketë mundësi të pi nga burimi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Do të privohet po ashtu çdo kush që ka kthy shpinën udhëzimit të Allahut Azza wa Jall dhe udhëzimit e pejgamberit e tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe do të privohen nga ky lum gjithë ata të cilët kanë këmbgul në gjunahet të mëdha. Krejt këta njerëz dhe këto llojet njerëzve do të privohen që të pinë nga burimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot unë do t'ju parapri juve tek burimi. Dhe thot do të përpiqem të mbroj disa njerëz. Mirë po do të mposhtëm. Do më të s'kam mundësi. Dhe kur të mposhtëm, tham o Zotim, umeti jam. Dhe me thuhet mua, ti nuk e din se çka kanë punu këta pas largimit tanë. Sa kanë qenë mesin tanë, edhe me ty kanë punu mirë. Mirë për kur kështë shku ti, nuk ki djeni se çka kanë ba. Atër kur i thot Muhamedit kështu alayhi salatu wassalam, a i thot, largim e shkatrim për ata që ndryshuan pas meje, largim e shkatrim për ata që ndryshuan pas meje. Të dashur vëllezër, të ky burim do të vinë njerëz në ditën e Kiametit me etje të madhe. Pse me etje të madhe? Sepse na kemë thënë që kur dalin njerëzit para Allahut, dielli do të ofrohet mbi kokat tyne dhe ata do të zhyten në diers sipas gjunave të tyne. Dhe do të kenë etje të madhe, dhe do të ketë mundime të shumta për përgjithësi njerëzit. Derisa njerëzit shkojnë tek pejgamberët për të kërku prej tyne me ndemesut mes tyne dhe Allahut që me fillu llogaria secili nga pejgamberët cilët kërkohet prej tyne me ba rigja Allahut me fillu llogaria refuzon me përjashtim të Muhamedit alayhi salatu wassalam. I cili i bie Allahut në sejdë e lavdron dhe e madhron me lavdrime dhe madhrime që kur më përpara si ka bo, derisa Allahu Azza wa Jalla thot që e kryt nalt, kërko t'japet ndërmjet sot lypet dërmirësimit, paranot dërmirësimin. Dhe ato fillon llogaria. Dhe në këtë kohë, në këtë moment njerëzit shkojnë tek burimi me etje të madhe me qëllim që të pinë nga ai burim. Dhe do të ketë njerëz që do të pinë dhe ata besimtarët, dhe do të ketë njerëz që nuk do të kenë mundësi me pi dhe ata në gjunaqarë dhe po besimtarët. Kështu që ai i cili ka pi nga shariati i tij në jetën e dynjas dhe ka qenë i kapur në librin e Allah dhe sunetin e tij dhe i ka ndjek gjurmët e tij, ai do të pi. Ndërsa ai i cili ka qenë ndrysh prej tyne, ai do të privohet. Në fundit krejt kanë me hyrë në xhenet me përjashtim të atij i cili refuzon me hyrë në xhenet. E kush është ai i cili refuzon? Ai i cili bindet Muhamedit alayhi salatu wassalam do të hyjë në xhenet.
Nëse ai i cili refuzon që t'i bindet atij, i bën gjuna, nuk e pason atë, nuk shkon sipas gjurmëve të tij, ai në fakt ka refuzuar me hyrje në xhenet. Allahu në madhe lusmi që të na mundsoj të pim nga ky burim. Allah në madhe lusmi të na mundsoj të kapim fort për librin e tij dhe sunetin e dërguarit të tij. Allah në madhe lusmi që na fal gjunat tona. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.